Mamaja e Ronaldos, e Cristianos, se nuk e ka mbi emrin, e ka emrin e dytë Ronaldo. Ishte një grua me 3 fëmijë që punonte pastruese. Dhe një ditë zbuloi që po priste një fëmijë të katërt, të cilin as nuk e donte, as nuk ishte takat me majt. Dhe provoi të shkonte tek dikush që ta ndihmonte, një shoqës vet i tha që si ta bëjmë se majt të kenë më kom 3. I tha pi birrë tha për javë si më bar. Ajo provoi me pi birrë ndërkohë ajo s'pati as efekt. Pastaj shkoi te një doktor, që te doktori isha që shëndetshëm tha se bëj dot të gjë. Me herë. Po, shkoi tek prifti i fshatit atje Madeira dhe ai tha, ky tha, është dhuratë e Zotit. Është fëmia katët pas 10 vjetësh. Prifti i tha që mos e hiq dhe ajo e mbajti, jo me dëshirën e vet. Dhe u bë fëmia më i harit, dhe fëmia më i pasur dhe më i famshëm botë, fal Zotit, që i dhuroi botës një djalë të shkëlqyer si ai. Dhe babai vet, që ishte pak alkolist, tha unë dhe vetë, idolli im tha është Ronald Reagan dhe ja vuri emrin Ronaldo. Ndërkohë e ëma i tha që do ja vej Christian për shkak se i plot fuqishëm i lart. Më bindi, më adhuroi dhe më bindi që ta mbaj. Po dhe ai quhet Cristiano Ronaldo.